listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be and he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Ma idh mua, babi. Oh, Luka, ki kujdes. Kisha frikë se topi do godiste kështjellën time. Wow, është e mrekullueshme. Faleminderit, Milo. A mund të ndërtojmë dhe ne një kështjellë? Sigurisht, por do të na duhet një kovë. Ja ku është kova ime. Dhe tani unë do ta vë këtë në majtërërës. Kjo do të jetë kulla e kështjellës. Kështjella nuk është aq e fortë sa duhet, Milo. Nëse do të prekim kullën, çdo gjë do të shembet. Luka ka të drejtë. Do ta shohim. Ju thash, e pat? Po, por çfarë do të bëjmë tani? Nëse do ta prekim kullën, çdo gjë do të shëmbet. Jo, nuk do të bjerë, mos u shqetëso. Unë e di se ç'duhet të bëj. Po ju lë të luani atëherë. Unë bashkoj të shtrihem pak. Jo. A të nevojitet ndihmë? Jo, faleminderit. Atëherë, si është kështjella jote prejrore? Kishe të drejtë, babi. Ajo u rrëzua. Vërtet është kaq keq? A mund ta rregullosh? Babi, a do të më ndihmosh ta ndërtojmë përsëri kështjellën? Unë do të bëj çfarë të më thuash ti. Fillojmë atëherë. Mendoj se kështjella jote është e bukur, Luka. Faleminderit. Mua më pëlqen të bëj kështjella prerëre. Madje unë i bëj ato edhe në shtëpi me kutinë e rërës. Kështu që ti e di mirë atë që po bën. Ti mund të na ndihmosh nëse ti do. Por babi, ne këtë e ndërtojmë edhe vet. Unë do ju ndihmoja me gjithë qef, por Milo duhet të vendos vet. Atëherë po patë qef e ja na ndihmo. Mirë, po ju lë ta mbaroni së bashku kështjellën. Unë dua që të çlodhem pakës. Kulla jote është vërtet e bukur, Milo. A mund të më tregosh se si i bën dritaret? Ja kështu, shiko. Këtu, vetëm ki kujdes që mos të gërmosh shumë thellë. Ja ka qiste. Si e bëre atë? Është e thjesht. Duhet vetëm të sigurohesh që rëra të jetë e lagësht. Ja. Shkëlqyeshëm. Keni bërë një punë shumë të mirë, djema. Luka më tregoi të gjitha sekretet e tij. Edhe Milo më tregoi ca sekrete. Së bashku, ju bët një kështjellë të mrekullueshme. Milo, kam një ide. Përse nuk ndërtojmë një urë midis dy kullave? Po. Nëse ne i lidhim që të dyja, atëherë do të formohet një pallat magnitës. Toke këtu. Ju lum, djema, ju nxorët një mësim të rëndësishëm. 2 mendje janë më mirë se 1. Po, ne do të punojmë së bashku me Lukën. Nesër do të bëjmë një kështjellë akoma më të madhe.
listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Mendon se duhet të ndalojmë gjyshi? Atje. Tamam atje poshtë. Jam I sigur se do të kapim shumë peshq këtu. Po! Milo, më prit edhe mua. Shiko, Milo, ne mund ta shikojmë fytyrën tonë në ujë. Vërtet. Por unë nuk shikoj ndonjë peshk. As unë. Fëmi, duhet të keni pak durim. Gjyshi? Përse janë këto vrimat në kapak? Që krimbat të kenë mundësi të marrin frymë. Dhe tani unë do të mbështjell krimbin rreth grepit. Shikoni. Ai lëviz shumë. Ja, kjo mbaroi. Ju mund të bëni tjetrën, Milo. Eja të shikojmë. Eja të peshkojmë si arrit polar. Do jetë më pak e përshtirë se sa krimbat. Ide e mirë. Janë fëmi, kallamat tua janë gati. Nuk na duhen kallamat. Çfarë do të thuash? Ne do të peshkojmë me duar, tamam si arrit polar. E po mirë me që nga kështu, po vetëm qëndroni në breg në mënyrë që unë t'ju shikoj të dyve. Mirë, aty do të rrim. Eja të futemi në ujë. Eja! Ujë është I ftohtë. Mos shkoni shumë thellë, mund të jetë e rrezikshme. Mirë, gjyshi. Nuk mundem më. U mërzita tani. Atje, shiko Milo, ja ku është një. Nuk po I shikoj më. Ja ku është. Unë do ta kap atë. Do ta trëmni peshku në qoftë se vazhdoni ashtu. Tani le ta provojmë me mënyrën tënde. Mirë. Tani do t'ju tregoj si hidhet grepi. Të riqeni pak nga mbrapa dhe hidheni. Mendoj se peshqit do t'i pëlqejnë vërtet krimbat e mi. E kapi, e kafshoj, dhe të riqe. E shikoni, çfarë u thashun? Wow! Judita, shikoje këtë. E kapa një peshk. Dhe kapa. Të lumt Milo. Edhe unë. E kapa. Po! Ju lumt fëmi. Dhe tani, duhet të nxjerrësh grepin jashtë me shumë kujdes. Ashtu, në kovë. Hajde të bëjmë një gajë, Judita. Në rregull. Kjo është fantastike, apo jo, gjyshi? E shikon, prandaj më pëlqen peshkimi. Gjërat më të thjeshta janë paqja dhe qetësia. Po! Hey Milo, sapo kapa një peshk tjetër. Të lumë, Judita. E fitove garën.
you know Milo, the friendly little bunny? Milo, Milo, do you know Milo? He's clever and he's funny. He and his friends are nice to each other. He listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Në rregull, ec drejt dhe hidhe topin. Po! E pe çfarë bëra? I munda të gjithë. Dhe që me goditjen e parë. Shumë mirë, të lumt, e fitove një pik. Faleminderit. Nëse bën 3 pik, atëre në fund do të marrësh një çmim të mirë. Po! Një çmim. Po! Hajde Judita, është rradha jote. Vazhdo, vogëlushe. Ti humbe. Jepi, provoje përsëri Judita. Ke akoma edhe 2 topa për të hedhur çdo gjë poshtë. Të duhet që ti hidhje poshtë të gjithë kutit, jo ti trëmbje ato. Milo, në vend që të tallesh me Juditën, ti duhet t'i japësh kurajo asaj. Por unë një shaka bëra. Oh! Më falni, nuk doja ta bëja. Oh, s'ka gjë Judita, por më vjen keq që nuk mund t'ju jap pik. Në rregull, mos u mërzit. Hajde tani. Luajmë ndonjë gjë tjetër. Kjo nuk është e drejtë, rosakët lëvizin. Me reshtruar. Hajde këtu rosak i vogël. Ja, tani po, Milo, e meritoni një pik. Faleminderit. Tani mua më bën 2 pik. Papa! O jo! Shiko, Judita qelloi majën e pemës. Milo, mjaft tani. Unë nuk jam e mirë, nuk di të bëj asgjë. Judita, prit pak. Judita, nuk duhet të humbasësh kurajon. Është vetëm një lojë. Herë fiton dhe ndonjëherë humbet. Po pse humbas gjithmonë unë? E di Judita, gjëja më e rëndësishme është që të kënaqemi. Nëse do, ne mund të punojmë së bashku për të fituar pikën e fundit, si thua? Po, në rregull. Mund të më thoni se si luhet kjo lojë? Duhet të gjesh se çfarë arome ka secila shishe. Unë e di, banane. Jo, nuk është e vërtet, është vanilje. Nuk është ashtu si thua ti, Judita, është banane. Jam e sigurt që është vanilje. Për Krishtlindje mami më dhuroi parfumer vanilje. A është vanilje zotëri? Ke të drejt, kjo është vanilje. E fitove pikën. Faleminderit shumë. Po, tani ne kemi 3 pikë. Të lumë, Judita. Falteji, ju do të ndani çmimin që të dy. Faleminderit që ndave pikët me mua, Milo. Ti kishe të drejt, parfumi yt është vërtet vanilje, Judita.